Përshëndetje dashur miq, nga unë Shef Dori, kemi sot një gatim ndryshe se që kemi prezentuar më parë, është një bazë orizi, do t'rregojmë vetë bazën e orizit se si gatuhet, dhe përshtasim një chips djati. Djati është në këtë rast djatë pecorino dhe përshtasim pak me zaferanën dhe duke shtuar dhe pak vezën poshe. Le të fillojmë nga gatimi duke marrë qepën në si fillim. Për një porcion nuk do na duhet një masë e madhe, e presim kubike, imët, dhe vazhdon si fillim pjesa e skuqjes së saj. Temperatura duhet gjithmonë e ulët, pasi nuk duhet të rrezikojmë të ndjenjë shije të karbonizuar në pjesën e gatimit të saj. Dhe më pas do shtojmë të gjitha ingredientet me radhë. Pasi është skuqur qepa shumë lehtë, shtojmë orizin për të bërë një kapërdisje të tyre. Ja pa dashur miq, na ndiqni her pas here pasi shumë receta të ndryshme do prezantojmë për ju. Që konsistojnë pastave, rizotot, sallatat të ndryshme, ëmbëlsirat, pse jo, dhe gatime tradicionale. Pasi shikojmë që qepa është zbutur pak, orizi quhet kaneroli, një lloj orizi që shton në mas, por dhe shumë i shijshëm. Kapërdisja e tyre, lehtë, më pas do shtohet vera dhe gradualisht duke shtuar bulionin për të bërë sa më kremoze masën e saj që amidoni të dali në mënyrën më perfekte të mundur. Temperatura duhet gjithmonë e ulët. Dhe ka ardhur momenti për të shtuar verën që duhet ta shuajmë. Mbas e kemi shtuar verën, kërkon disa minuta për të avolluar vera, alkooli. Shtojmë bulionin për katës, në varësi të bazës që do të japim gjithmonë, nëse kemi bazë mishi, do ta bëjmë bulionin me bazë mishi, nëse kemi bazë peshku, bulioni do të jetë i përqendruar në bazën e peshkut. Në këtë rast ne kemi zgjedhur ta përshtasim me zaferano dhe me chipsin e djatit pecorino, por dhe me vezën poshe. Vërtet një lidhje shumë e bukur dhe shumë e shijshme të ndryshme të ingredienteve që kemi. Shikojmë që në këtë rast amidoni po i del në mënyrën e dur, kërkon gjatë gjithë kohës procesit gatimit, kërkon rraje të vazhdueshme, pasi vetëm në këtë mënyrë përshtatet pjesa e nxjerrjes së amidonit, që gjë shumë e rëndësishme për sa i përket një bazë risotto. Nëse një risotto ka bazën kremoziteti, atëherë kemi arritur të gjithë qëllimet e pjatës tonë. Nëse risotto nuk është me pjesën e kremit që në veritet, nuk arrin të shijohet në mënyrën siç duhet. Pra, gjithmonë jemi si pasojë e cilësisë. Kërkon pak procedurë gatimi, mund të jemi pak të përqendruar gjatë gjithë kohës duke e rrahur, por aman gjatë gjithë kohës kjo më pas del e strukturuar siç duhet, në bazën e strukturës që duhet dali kremoze. Pastaj shihen, mund t'ja japim me bazën e mishit ose të peshkut, por duke dhënë dhe me bazën e vegetariane, me perime të ndryshme, që mund t'i kemi të stinës. Të kërkoj dhe pak minuta, më pas kalon procesin e ftojës, që orizi duhet marri procesin e ftojës, duke u rrahur vazhdimisht, për arsye sepse duhet dali amidoni në mënyrën e dur. Të na jep një enë e caktuar, një spatull që kërkon një rraje të saj. Siç kemi thënë, në restorante ndryshme, baza e orizit bëhet gjithmonë e para përgatitur, pasi nuk arrin që koha të jetë shumë e përshtatshme për të përgatitur një oriz nga fillimi deri në fund, pasi klienti lehtësisht do mërzitet. Shikojmë që orizi është zbutur, të kalojmë procesin e ftojës. Do na duhet një spatull, do na duhet një enë e përshtatshme, dhe më pas
të gjithë strukturën e rajës. Në këtë lloj procesi që po ne tregojmë, ky lloj procesi është stopimi i gatimit të bazës së orizit. Dhe normalisht nuk gatuhet më dhe neve e mbajmë në fresk ose në temperaturë 4 deri në 5 gradë deri në 2 ose 3 ditë. Ku flasim për restorant. Në shtëpi normalisht nuk kërkohet një masë e madhe për të gatuar. Ja, po ta shumë miq, jemi në momentin që shikojmë që orizi është ftohtë, ka arritur temperaturën më të ulët pasi e kemi rrahur gjatë gjithë kohës dhe vjen faza numër 2, që do të kalohet sërish për të gatuar, duke shtuar ingredientet thjeshtues, siç është zaferano dhe më pas përfundimi i pjatës së saj. Okej. Kur themi për risotto, gjithmonë konsiston në gatime relativisht deri diku të vështira, pavarësisht ingredienteve që ne mund të kemi. Atëherë kemi dezur normalisht bazën, do shtojmë pak sërish nga buljoni i tij me pas perimesh. Temperatura duhet gjithkohë e ulët, kontrollojmë disa herë për krip dhe marr pak nga zaferano për ta përshtatur sa më mirë në risotton ton. Për një porcion nuk kërkon më shumë se një tablet, pasi është vërtet shumë e fortë si shije. Do marr pak fare nga buljoni. Shikojmë se sa shumë gjëra lidhet me buljonin. Gjithkohës gatuhet me buljon. Shikojmë që është tretur, e shtojmë tek masa jonë dhe baza e risottot është kthyer tashmë në një ngjyrë tjetër, por dhe plot shije që zaferano i ka dhënë. Nga krau tjetër do investigonim për të bërë chipsin e djathit. Dora duhet mas, pak, e kemi bërë në gjendje bore fillestare. Një mas të vogël. Nuk është më shumë se 20 deri në 30 gram. Dhe e lëmë me një temperaturë të ulët. Kemi vënë një letër furre për mos krijuar atë djegjen e fortë që mund të marrë djathi. Dhe nga krau tjetër do vazhdojmë të bëjmë vezën poshe. Edhe veza poshe kërkon një procedurë të saktë gatimi, pasi nuk do të rrezikojmë që ajo të na shpërbëhet ose të çahet. Si fillim, do na duhet një sit. Do na duhet një enë. Meqense kemi që veza përmban lagështirë, duhet kulluar. Duhet kulluar deri në një moment caktuar që të eliminohet komplet lagështira e saj. Po të shikojmë me sy të lirë, lagështira po del dhe përmban vetëm pjesën e të bardhës dhe të verdhës së vezës. Krijon një procedurë të saktë në prezantimin e saj dhe në fund është lehtësisht e realizueshme. Shikojmë që nga krau tjetër orizi kërkon pak sërish buljon për t'u zjerë. Kemi vendosur dhe chipsin e djathit. Pra, shikojmë disa procedura në të njëjtën kohë. Nuk është një gatim shumë i thjeshtë, por me vëmendje realisht arrin të kuptoni se sa e rëndësishme është procedura për t'i djegur habasati. Do na duhet dhe një enë për të hedhur vezën poshe, të jetë sa më e lehtë. Mbasi e shikojmë që deri diku pjesa e lagështirës ka dalë dhe shtojmë në një enë tjetër të caktuar. Me kujdes, pastrojmë vendin e punës. Kontrollojmë risotton. Shtojmë pak nga buljoni. Dhe posteriori te buljoni për katës do shtojmë vezën poshe. E fikim enën dhe buljonit. Do të krijojmë një vorbull. Pasi e kemi fikur, në këtë mënyrë del nxehtësia e tepërt që mund ketë dhe do shtojmë vezën poshe, që më parë kemi hequr lagështirën. E lëm për 3 minuta për arsye sepse duhet të piksel. Pra, nuk do të dalet as e qullët, por do të pikset për një kohë caktuar që i përket 3 minuta. Na duhet, mbasi kemi parë që dhe kemi krijuar djathin chips për sa i përket prezantimit të saj, kemi për të prezantuar dhe pjesën e risottos. Në pjatë i ka ardhur fundi i recetës tonë.
dhe të bëhet mundur për prezantimin e saj në pjatë. Pra, na duhet një pjatë e tillë, pastojmë dhe vendin e punës. Kemi risotton pothuajse gati, vetëm për ta lidhur në momentin e fundit. Për aromë do t'i shtoj vetëm pak fare djathë pecorino. Vërtet është një recetë shumë e shijshme, por kërkon pak saktësi me procedurat e tyre. Ne shikojmë që e gjithë baza e orizit është e lidhur. Për të bërë të mundur ekzekutimin final të kësaj lloji recete, kërkon një lugë shërbimi. Gjithmonë me lugë shërbimi. Me kujdes vendosim një sasi për një porcion caktuar. Shikojmë që dhe pjata është e përshtatur gjithmonë me ngjyrat që kemi në bazë të ingredientëve. Kërkon një goditje të tyre, pak fare, për të balancuar komplet pjesën e asaj dhe do marr vezën poshe për ta vendosur pjesën e sipërme të saj. Me kujdes, mos të rrezikojmë që ajo të dëmtohet, pasi lehtësisht mund të dëmtohet. E vendosim një herë në një pjatë dhe më pas më të mundur në prezantimin e saj. Marrim dhe djathën chips, që më parë ne kemi gatuar në një tigan me pak fare me letrën e furrës, duke e vënë në sipërfaqen e saj. Më pas do vendos vezën poshe, që kërkon një qëndrueshmëri të saj në pjatë, dhe kam zgjedhur disa lule dekori për ta vendosur. Dhe kam përzgjedhur disa lule dekori për ta përshtatur dhe për t'i dhënë ngjyrë recetës tonë. Akoma kjo pjatë nuk ka përfunduar, pasi unë do ekzekutoj dhe pjesën e çarjes së saj, të vezës poshe, që konsiston që dalë sa më e qullët dhe të lidhur me pjesën e risotës. Ja për dashur miq, e gjitha është realizuar në mënyrën më të durë dhe më perfekte. Ja për dashur miq, kjo ishte receta që i përket ditës së sotme, që ishte një bazë orizi me zafferano. Normalisht kemi përdorur dhe bulionin për katës dhe kemi përshtatur me një chips djathi pecorino dhe vezën poshe, vërtet shumë të shijshme të lidhurat bashkë me njëra tjetrën. Ju faleminderit për vëmendjen që na kushtuat. Bashkë mirupafshim në tjetër receta. Faleminderit.